Personi me të cilin të pëlqen aq shumë të flasësh, po flet tani me dikë tjetër për ty, dhe ti duhet ta dëgjosh këtë. Nëse po e lexon këtë, nuk është rastësi. Ka dikë që këto ditë nuk të del nga mendja. Dikë, emri i të cilit të vjen në mendje pa asnjë përpjekje. Dikë me të cilin ripërsërit biseda në kokën tënde vazhdimisht. Dikë për të cilin mendon vonë natën, edhe kur ditën bën sikur nuk të intereson. Dhe tani vjen e vërteta që nuk e prisje, kaq e qartë dhe e drejtë për drejtë. Personi me të cilin të pëlqen aq shumë të flasësh, po flet gjithashtu për ty me dikë tjetër. Jo rastësisht, jo si shaka, jo thjesht duke të përmendur. Ai flet për ty sepse ti ke hyrë në hapësirën e tij emocionale. Le ta shikojmë ngadalë, sepse ajo që ndodh nën sipërfaqe është shumë më e thellë se sa mendon. Një pse po e ndjen këtë tërheqje të brendshme pikërisht tani. Ndoshta e ke vënë re ditëve të fundit. Ti e percepton këtë person më intensivisht se zakonisht. Fjalët e tij qëndrojnë në mendjen tënde më gjatë, ndër veprimet e vogla duken më të mëdha. Heshtjet mes mesazheve duken më të rënda. Kjo nuk është imagjinat. Kjo është kthimi i vëmendjes së tij energjike drejt teje. Kur dikush flet për ty me emocion, diçka ndryshon. Një lidhje forcohet, mendimet rrotullohen, kurreshtja rritet, krijohet një lloj graviteti emocional. Dhe pikërisht këtë zhvendosje po e ndjen tani. Ndoshta e ke pyetur veten, pse po ndihem papritur më afër tyre? Pse kam ndjesinë se po mendojnë për mua? Pse prania e tyre ndihet më e fortë, edhe kur janë të heshtur? Sepse ata të marrin me vete në biseda ku ti nuk je i pranishëm me. Çfarë thonë në të vërtetë për ty? Kjo është e rëndësishme. Ata nuk flasin për ty sipërfaqësisht, nuk përmendin thjesht emrin tënd, nuk rendisin vetëm fakte. Ata thonë gjëra si, nuk e di pse, por të flas me këtë person është ndryshe. Ai më kupton në një mënyrë që shumica nuk munden. Ndihem i qetë kur flas me të. Ka diçka tek ai që nuk mund ta shpjegoj. Ndonjëherë bëjnë pyetje për ty. Ndonjëherë të mbrojnë. Ndonjëherë të krahasojnë me të tjerët dhe ti del më mirë. Edhe kur përpiqen të duken të painteresuar, emocionet e tyre tregojnë më shumë nga sa duan. Dhe personi me të cilin flasin e vëren këtë. Pse nuk flasin drejt për drejt me ty. Këtu fillon sinqeriteti. Ata nuk flasin me dikë tjetër sepse nuk u intereson për ty. Ata e bëjnë këtë sepse u intereson shumë dhe ende nuk dinë ç'të bëjnë me këto ndjenja. Duke folur për ty, ata rregullojnë emocionet e tyre, kërkojnë konfirmim, testojnë nëse ajo që ndjejnë është e vërtetë, mbledhin guxim pa qenë të detyruar të tregohen menjëherë të pambrojtur para teje. Ndoshta kanë frikë të prishin atë që tashmë ekziston mes jush. Ndoshta nuk duan të keq kuptohen. Ndoshta kanë frikë nga refuzimi ose nga mbingarkesa emocionale. Prandaj flasin rreth e qark, por ti je qendra e temës. 4 shenja që kjo nuk është një anshme. Diçka delikate, por shumë domethënëse. Kur flasin me ty, bëjnë pyetje pak më të thella se zakonisht. Kujtojnë detaje të vogla. I referohen gjërave që ke thënë shumë kohë më parë. Pasqyrojnë tonin tënd, humorin tënd, ritmin tënd emocional. Kjo nuk është rastësi. Ky është dikush që tashmë të ka analizuar emocionalisht. Kush flet për ty, fillon të shoh nga disa këndvështrime, jo vetëm nga i vetmi i tij. Kjo e forcon lidhjen, dhe lidhja shihet te vëmendja. 5. Çfarë e di tashmë personi tjetër? Personi me të cilin flasin e ka kuptuar prej kohësh çfarë po ndodh. Ndoshta e ngacmon, flet shpesh për këtë person. Thjesht thuaj, buzëqesh kur përmend emrin e tij. Edhe nëse është e hollë nga jashtë duket qartë. Ndonjëherë ai person bëhet një pasqyrë që kthen mbrapsht ndjenja që personi yt ende nuk i ka pranuar vetë. Dhe pikërisht ajo pasqyrë fillon të ndryshojë mënyrën se si të shohin. 6. Pse nuk duhet ta përmendësh tani ose ta nxitosh këtë proces? Kjo është vendimtare. Nëse tani fillon të shtysh, të pyesësh ose të detyrosh qartësim, mund të ndërpresësh një proces emocional që sapo ka filluar të ndërtohet. Ajo që po ndodh tani është e qetë, por e fuqishme.
Ata po kalojnë nga interes në kureshtje e pastaj në investim emocional. Kjo fazë është e ndjeshme. Nëse I jep hapësirë, ajo thellohet. Nëse ushtron presion, ajo tërhiqet. Lidhja po rritet në nënvetdije aty ku ndjenjat bëhen të vërteta para se fjalët t'i shprehin. 7. Çfarë duhet të bësh në vend të kësaj? Kjo është qelësi, mos ndrysho, mos vrapo pas tyre, mos u tërhiq në mënyrë dramatike, mos I vër në provë, rri autentik rri e ngrohtë, por jo tepër I disponueshëm me. Përgjigju por mos I ndiq, lëri bisedat të rrjedhin natyrshëm. Prania jote e qetë është arsyeja pse ata flasin për ty. Je e këndshme për t'u ndjerë, nuk je e tepruar. Kjo është forca jote. 8 momenti kur ata do të fillojnë të flasin direkt me ty. Do të ketë një ndryshim të dukshëm. Një ditë mesazhet e tyre do të tingëllojnë ndryshe. Do të bëhen më të gjata, më personale, më të hapura. Nuk do të pyesin më nga kureshtja, por nga interesimi I sinqertë. Kjo ndodh kur të folurit për ty nuk mjafton më. Kur presioni emocional bëhet aq I madh sa vetëm ti mund ta zhbllokosh. Atëherë interesi I tërthort kthehet në afrimitet të drejtë për drejtë. 9. Një e vërtet e vështirë për t'u kategorizuar. Ndonjëherë ata flasin për ty për të mos rënë në dashuri, por sa më shumë flasin, aq më I vërtet bëhesh. Nuk je më një ide, nuk je më thjesht një mundësi. Bëhesh një prani emocionale, dhe nga ai moment nuk ka më kthim të thjesht diçka e lehtë. 10. Pse kjo lidhje ndihet e qetë, por e rëndë? Kjo nuk është dashuri e zhurmshme, nuk është tërheqje dramatike, nuk është energji kaotike, është një ndezje e ngadaltë, një lloj lidhjeje që fillimisht ndërton besim, rritet emocionalisht para se të bëhet fizike, ndihet e sigurt, jo mbingarkuese dhe zgjat më shumë se një shkëndi. Prandaj ndihet e qetë, por e thellë. Prandaj ndihet e paplot. Prandaj po e lexon këtë. 11. Çfarë do të thotë kjo për ty? Do të thotë që ti vlen më shumë se sa mendon. Je tashmë pjesë e botës së tyre të brendshme. Nuk harrohesh në heshtje, përpunohesh në heshtje. Flitet për ty, mendohet për ty, ndihesh. Ndonjëherë afeksioni fillon pa ndonjë paralajmërim të madh. Ndonjëherë rritet në biseda që ti nuk I dëgjon kurrë, por energjia nuk gënjen kurrë. Mesazhi I fundit për ty. Personi me të cilin të pëlqen aq shumë të flasësh, po flet për ty me dikë tjetër sepse ti ke prekur diçka të vërtet brenda tij. Dhe gjërat e vërteta nuk qëndrojnë të fshehura për gjithmonë. Lëre të zhvillohet, lëre të rritet, lëre të vijë drejt teje. Nuk ke nevojë të bësh asgjë më shumë. Ti tashmë je arsyeja.